Në mesin e qindra mira bashkëdetarëve që u nisën dikur drejt një jete më të mirë, historia e Albatrit Maliqit, të lindur me 27 korrik 1991 në Gjilan, është një shembull se si përkushtimi, dija dhe vlerat familjare mund ta çojnë njeriu shumë larg pa harruar rrënjët e veta. Pas mësimeve të para në Konçule Prishtinë, Albatriti në vitin 2005 u shpërngul me familjen në Munich të Gjermanisë, ku nisi rrugtimin e tij drejt inxhinierisë. Nga bankat e shkollës teknike në vitin 2016, ai përfundoi Bachelor of Engineering në University of Applied Science in Munich, ndërsa më në 2019 mori edhe titullin Master of Engineering në drejtimin inxhinieri ndërtimtarie. Përvojën profesionale nisi në kompaninë e njohur Ed Zublin A&G, ku punoi si inxhinier ndërtimi përpara se të kalonte në komunën e Munichut si projekt menaxher i mirëmbajtjes së infrastrukturës nëntoksore UBAN. Vetëm 4 vite më vonë ai u promovua si team leader, duke udhëhequr 25 inxhinier e arkitekt. Sot në vitin 2025, Albatriti është udhëheqësi i sektorit të projekt menaxhimit të infrastrukturës nëntoksore të UBANit të Munichut, me përgjegjësi mbi 41 inxhinier e arkitekt dhe 6 student. Të udhëheqësh një ekip gjerman në administratën e Munichut është privilegj dhe përgjegjësi. Në fillim të shikoj me kuriozitet një huaj, një shqiptar që vjen nga Kosova, por besimi fitohet me punë, korrektësi dhe përkushtim. Unë çdo ditë mundohem t'ia kthej shtetit gjerman mirënjohjen për mundësinë që më dha, me punë cilësore dhe rezultate konkrete, thot ai. Për Albatritin inxhinieria është shumë më tepër se profesion, është mënyrë jetese dhe pasion. Me çdo projekt ndërtojmë të ardhmen, thot ai. Krijojmë jo vetëm banesa apo tunele metroje, por hapësira ku njerëzit ndjehen të sigurt dhe të lidhur me jetën, shpjegon Matej. Por edhe për te arritjeve të sotme, ai e sheh veten gjithmonë në zhvillim. Ëndra ime nuk ka kufi gjeografik, dua të jem pjesë e projekteve që ndryshojnë jetën e njerëzve, në Gjermani dhe një ditë pse jo edhe në Kosovë, sepse inxhinieri i vërtet nuk ndërton vetëm për sot, por për brezat që vinë, shprehet me entuziazëm Albatriti. Filozofia e jetës së tij është e thjeshtë, por e fuqishme. Dita pa zhvillim është një hap pas në jetë, dhe siç thot shpesh me krenari, unë jam shqiptar dhe çdo sukses timin e mbaj si flamur të vogël të vendit tim në zemrën e Europës. Një tjetër thënie e Albatritit që e shoqëron është ajo që ja ka përcjell nëna, punën e sotit mos e lër për nesër, në një udhëzim që ai e ka kthyer në parim profesional dhe personal. Në çdo sukses të tij, Albatriti gjen arsye për t'u kthyer me mendje në Kosovë. Trashëgimia ime, zakonet, puna e ndershme dhe mbështetja e prindërve janë themeli i gjithçkaje që un kam arritur, pa to asnjë titull nuk do të kishte kuptim. Sot ai nuk ndërton vetëm besim me punën e tij dhe imazh të mirë, por edhe ura që lidhin diasporën me vendlindjen dhe që tregojnë se edhe në zemrat e Europës një emër shqiptar mund të mbajë në duar drejtimin e një prej rrjeteve më të sofistikuara të transportit në botë.